Pra, tek këto faktor më shumti se sa tek parregullësitë në zgjedhjet, cilat fundja në politikën shqiptare janë të zakonta dhe të tilla që shikoni, e di se është puna, neve dinim që zgjedhjet janë në Shqipëri, nuk janë në Danimark apo në vende tjera që nuk kanë problematika me zgjedhjet. Qartë. Ne nuk ka vend këtu të ankohesh për fenomene që ndodhin dhe që i kemi parë shpesh. Pra për shembull, bie fjala përdorimi i aseteve publike për të bërë fushatës, sigurisht që është bërë edhe herë tjetër dhe e kemi parë dhe sigurisht që ka ndikimin e vet. Nuk është se ne jemi për fenomene të tilla, por ama kemi pranuar të hyjmë në zgjedhje dhe të përballemi me vështirësitë që zgjedhjet kanë në një vend si Shqipëria. Në fund fare, ne kemi raportet monitoruese të ndërkombëtarëve të ODIHR-it, për shembull, të cilët e kanë nxjerrë një raport paraprak, i kanë evidentuar ata problematikat. Ne i kemi thënë fjalën tonë edhe në takimet që kemi bërë me ta dhe shohim që janë pasqyruar aty. Por nga ana tjetër nuk gjykojmë se po të bënim dhe kontestim do ndryshonte ndonjë në rezultatin tonë. Prandaj dhe jemi larg këtyre, për momentin të paktën jemi larg këtyre kontestimeve dhe jemi duke parë dhe analizuar më shumti veten tonë. Qartë, Klementin, duhet kaloj tani në një çështje tjetër që është rrjedhoje e rezultateve të 11 majit dhe që është kuvendi i ri që do të konstituohet në muajin shtator. Si e sheh ti kuvendin e ri të shtatorit nga ana e përbërjes së pari, së dyti nga pikpamja e demokracisë në vendimarrje dhe së treti nga pikpamja e efektivitetit në vendimarrje, që t'i bie më shkurt edhe më qartë. Pyetja është, a e mendon, a e sheh se 83 mandatet e Partisë Socialiste janë një rrezik për demokracinë? Shikoni, rrezik për demokracinë. Puna ashtu, në kuvendin e Shqipërisë që kurse në 2008-ën deputeti në përgjithësi caktohej nga kryetari, jo nga populli, sepse listën e bënte kryetari, që jepte prioritet njërit e tjetrit, edhe në këto zgjedhje, pa çka se kishte një lloj liste të hapur, po prap ata emra në fund fare pa miratimin e kryesisë dhe kryetarit të partisë, nuk është se do ishin aty. As për të konkuruar, pra, në këtë kuptim e kam fjalën. Pra, duke mbajtur parasysh që deputetët më shumti deri tani kanë qenë deputet që i jepnin llogari më shumti kryetarit sesa popullit, ne nuk është se kemi patur në jetë parlamentare të pasur siç do duhet të kishin. Personaliteti i deputetit ka rënë mjaft dhe për arsyet që thash. Dhe në këtë sens edhe kjo është pasqyruar nga një parlament e tjetri. Edhe këtë herë nuk besoj se do kemi një ndryshim të madh. Sigurisht mund të themi që është pozitive që kemi disa figura të reja që për të parë hyjnë dhe që kanë patur një lloj artikulimi të mëparshëm në jetën publike dhe që ndoshta do ta fusin këtë frymë edhe në diskutimet parlamentare. Kjo mund të jetë pozitive. Por nga ana tjetër ne do të shohim prapë që kryetarët e partive do të dominojnë jetën parlamentare. Do të dominojnë sepse ende figura e deputetit i jep llogari më shumë të kryetarit tash se sa populli që e ka zgjedhur. Qartë. Po kaloj në një tjetër çështje dhe besoj që këtu sapo vime dhe po bëhet më interesante diskutimi. Tani, Klementin, ne të gjithë e dim atë që përflitet që de facto Partia Socialiste nuk do të ketë 83 mandate, sa çka de jure, por do të ketë 86 mandate, bashkë me 3 mandatet e Partisë Social-Demokrate. Tani, nëse kjo në një mënyrë qëndron, pyetja ime është, çfarë mund të kërkojë Partia Social-Demokrate në këmbim të mandatit të 84, se thelbi i 86 mandateve, besoj ne e kuptojmë është mandati 84, aq sa nevojitet për të ndryshuar disa kode ligjore. Çfarë mund të kërkojë PSD në këmbim të mandatit të 84? Ne jemi pa diskutim im duke folur, pra jemi në komunikim me Partinë Socialiste, por se çfarë konkretisht bisedohet, është si thua në
është duke folur jo për publikun, nuk është ende e hapur, nuk mund ta themi tani, nuk mund të bëjmë deklarata të nxituara për këtë gjë. Dhe aq më tepër këto janë më shumti çështje që i vendos kryetari dhe kryesia, dhe unë këtu nuk mundet dot ende të flas për Ti je pjesë e kryesisë apo jo? Po jam pa diskutim, por prap nuk mund të është ende herë për të folur për diçka konkrete. Sigurisht po flasim, por se ku do çojnë këto komunikime, ende është herë për ta thënë. Pra nëse do ketë një materializim për të marrë pjesë në ekzekutiv, nëse do materializohen si mbështetje parlamentare, po pa pjesëmarrje në ekzekutiv, apo nëse do ketë mbështetje po themi në fushata elektorale. Unë të kam... Janë opsione ndryshme që të gjitha janë të diskutuar. Le ti marrim, po them, me radhë, unë nuk të kërkoj që ti të nxjerrësh diskutime apo vendime që merrnin kryesisë, se nuk ka sens, qartazi, po unë të kam ndjekur në diskutimet publike këto ditë dhe është hedhur pak edhe ideja nëse ekziston një mundësi që zoti Doshi bie fjala të kërkojë hipotetikisht, po them, postin e zëvendës kryeministrit, meqense mandati 84 është shumë i rëndësishëm për zotin Rama, apo të kreut të kuvendit, apo nëse mund të kemi diskutime për ministri të rëndësishme. Tani, i sheh të gjitha këto që përfliten në korridoret e medias dhe politikës krejt të pabazuara, apo mund të kemi dhe drejtime të tilla që mund të shkojë, po them, hipotetikisht. Këto janë gjëra që dalin, fliten, por nuk është se kanë dalë nga ne. Asnjë nga anëtarët e kryesisë nuk ka thënë gjëra të tilla. Gazetarët pastaj mund të bëjnë pyetje nga më të ndryshmet. Për shembull, unë dje isha në një emision ku dikush më pyeti që pikërisht mendon që mund të bëhet zoti Doshi zëvendës kryeministër, dhe unë thash pse jo. Po kjo pse jo do të thotë që pa diskutim mendoj që i ka të gjitha cilësitë, të gjitha atributet, të gjitha kualifikimet për të qenë. Por kjo nuk do të thotë që po diskutohet për të tilla gjëra. Kjo është, pra, mos bëjmë abuzime këtu. Kjo është çfarë jam të duhet të them. Qartë. Unë gjithsesi, duke qenë se jam gazetar, do vazhdoj të bëj aludime, ti ke të drejtën që t'i japësh përgjigjen që ti mendon se është më e duhura. Do të vjoj me një tjetër skenar që nuk e di pse mendoj personalisht që mund të jetë i mundshëm. Do të kaloj tani nga pjesa e ekzekutivit Klementin tek pjesa e bashkive. Ne e dim shumë mirë që në momentin që flasim tani, Tirana, Tepelena, Mati dhe Berati janë aktualisht pa kryetar bashkie. Nëse Partia Socialiste dhe Partia Socialdemokrate bashkojnë 86 mandatet në kuvend dhe do të kemi de facto një koalicion në atë rast, a mendon që nuk do të pyes a mendon që do të marrë PSD në një bashki, por a mendon që nisur dhe nga rezultatet e 11 majit, në cilin prej këtyre qarqeve apo këtyre bashkive Partia Socialdemokrate ka dalë më mirë elektoralisht për të pasur një përfaqësim vendor të mundshëm, pra për të pasur një bashki, hipotetikisht flas, në Tepelen, në Tiranë, në Mat, në Berat? Besoj se PSD e ka, po them, ambicien edhe të përfaqësimit vendor, jo vetëm të përfaqësimit qendror. Deri tani Partia Socialdemokrate ka qenë e përfaqësuar në pushtetin vendor në nivelin e këshilltarëve, pra se thua në legjislativin e pushtetit vendor. Kjo do vazhdoj të jetë ambicia jonë kryesore, pastaj nëse do ketë në tutje edhe ndonjë bashkëpunim për të marrë ndonjë nga bashkitë, pra për të kandiduar, për të patur ndonjë kandidat tonin, të mbështetur, po themi, edhe nga Partia Socialiste. Si koalicion, po. Në një lloj koalicioni, po. Kjo do shikohet, nuk mund të themi, shikoni, këto janë zgjedhjet parakoshme. E di pse ju pyes, sepse mund të ndodhin shumë shpejt brenda këtij viti, prandaj. Pra, është shumë shpejt edhe në këtë sens është pak herët për të folur, pra si thua, për një pretendim për të patur ndonjë nga këto bashkitë. Është pak herët, mendoj. Nuk është diskutuar në forumet e Partisë Socialdemokrate në lidhje me zgjedhjet e parakoshme vendore. Nuk keni diskutuar. Ende jo në këto terma kaq konkret saç po e bëni pyetjen ju, pra si thua.
Sigurisht, jemi duke menduar për to, jemi duke bërë ato lëvizjet tona dhe komunikimet tona, por ende jo duke vendosur këto lloj objektivash. Qartë. Klementina, mendojnë që me rezultatin e këtyre zgjedhjeve dhe me një, siç e pranove në një mënyrë edhe vetë me një bashkëpunim të mundshëm, termat e të cilit po shihen gjithsesi me Partinë Socialiste, Partia Socialdemokrate po vijon të qëndrojë programit të vet në raport me votuesit? Neve kemi thënë votuesve tanë në fushat që vota juaj do ketë vlerë, nuk do hidhet kot nëse do hidhet për ne. Dhe u kemi thënë që dhe u kemi shpallur programin ton, dhe u kemi thënë që të gjitha marrëveshjet që ne do bëjmë, koalicionet, aleancat që do bëjmë në vijim, dhe kemi thënë që do jetë me Partinë Socialiste, një aleancë, do jenë të bazuara pikërisht tek ato premtime që kemi bërë gjatë fushatës. Ne do mundohemi maksimalisht që të realizojmë sa më shumë për tyre. Pra, në këtë kuptim, ne hyjmë në marrëveshje, ne bëjmë bisedime, ne flasim, jo thjesht për si thua për gjëra meskine, për interesat vogla, por flasim pikërisht për të përmirësuar sa më shumë jetën e atyre njerëzve që na kanë besuar dhe që kanë besuar tek premtimet tona. Dhe ne jemi në vijim, pra në këtë proces për të realizuar sa më shumë pjesë të programit tonë. Pra duhet të them, nuk kompromentohet në asnjë lloj mënyre nga bashkëpunimi i mundshëm me Partinë Socialiste, programi ynë, sepse fundja fare ne nuk jemi duke menduar për të bashkëpunuar me ndonjë parti që nuk ka lidhje fare me ne. Ne jemi duke folur për bashkëpunim ndërmjet dy partive që janë majtas në politikën shqiptare, pra në qendrën e majt. Qartë. Mendon në këto terma që Partia Socialdemokrate do t'i rezistoj, po them, kompromentimit duke mos u kthyer thjesht në një përfituese të administratës, po duke qenë Klementin edhe një kontrapedal i supermajorancës socialiste në këtë kuptim? Po, pikërisht. Domethënë ne jemi aty për të mbrojtur parimet tona, interesat e njerëzve që na kanë mbështetur dhe grupeve sociale që na kanë mbështetur mbi të gjitha shtresave, nevojë, atyre që vuajnë nga shërbimi i dobët spitalor, pensionistët, fermerët, të rinjt e kështu me radhë. Pra ne jemi aty për të folur për këta njerëz, për të qenë zëri i tyre dhe jo vetëm zëri, po edhe një lloj fuqie e tyre. Për aq sa kemi ne fuqi. Nuk do të ketë një përsëritje, po them, të skenarit të LSI-s në kuptimin e... Absolutisht jo. Ne jemi aty për të mbrojtur socialdemokracinë, e cila do duhet të fuqizohet shumë më tepër se çka qenë në vendin tonë. Qartë. Klementin, unë të falenderoj për bisedën në studio dhe për opinionet. Faleminderit. Mirupafshim. Ishim me Klementin Mile, sekretarin organizativ të Partisë Socialdemokrate, folën pikërisht për të ardhmen e kësaj partie në kuvendin e ri të dalë me njëherë pas zgjedhjeve të 11 majit, bashkëpunimin me Partinë Socialiste dhe vendimet të tjera. Do të shkëputemi për pak kohë dhe rikthehemi me njëherë. Mirë, jemi rikthyer në këtë tjetër pjesë këtu në Aktualitet në NTV. Do të flasim tani për një ngjarje në fakt shumë të rëndësishme, siç janë provimet e maturës shtetërore 2025, arsimi në vend. Ditën e djeshme, datën 3 qershor, ishte dhe provimi i parë i maturës shtetërore. Kujtojmë që 3 të tjerë do të jenë në distancë prej 7 ditësh nga njëri tjetri, i dyti në datën 10, i treti në datën 17 dhe i katërti dhe i fundit në datën 24. Ne do të diskutojmë për problematikat e kësaj faze të arsimit me ekspertin e arsimit vend, zotin Ndriçi Mehmeti, cilin e kam në një lidhje të drejtë për drejtë. Zoti Mehmeti, shumë kënaqësi që jemi së bashku. Gjithashtu dhe për mua. Do nisim pikërisht nga problematika që duket se u shpërfaq provimin e gjuhës huaj të anglisht të SDE, ku 30 minuta pas nisjes së testimit, Ministria e Arsimit në një prononcim zyrtar në Facebook tha që kjo gjë nuk e cënoi në fakt integritetin e testimit maturës, po për ju a e cënoi apo jo një ngjarje e tillë, e cila për njerëz së vërtetës është e përsëritur? Siç thatë ju tani në fund, kjo është një ngjarje e përsëritur, dhe se nuk e cënon këtë, kjo është një fjali që ka ngelur gjina koha e 10 viteve të fundit, nuk e cënon. Tani nuk e di kush e cënon. Larg që po vra një maturant cënohet
provimi apo po pati bombë në një shkollë. Se kuptoj si nuk e cënon. Se kuptoj si nuk e cënon. Do me thënë, në qofë se unë ju marrë juve gjithë pajisjet e televizionit dhe them kjo nuk e cënon godinën, po ju mund të vazhdoni punë. Nuk ka problem. Ju marrë gjitha pajisjet unë dhe pasaj punoni juve. S'është ndonjë gjë e madhe. Çfarë e para, e dyta, është një përgjigje arrogante. Ka përgjegjës për këtë punë? Se ka përgjegjës administrimi provimi. Çfarë administrojnë ata? Bankat e shkollës? Nxënësit? Çfarë administrojnë që ta dimë? Se administrojnë diçka. Nuk administrojnë në eter, administrojnë provimin. Pra ty të kopjohe, ty të merret sepse për çfarë fotografohet ajo për qejf. Hidhet në Instagram, si foto e bukur. Ajo fotografohet që të kopjohe dhe pastaj hyn kopja brenda. Është e qëllimshme apo është një gjë që ndodh rëndom me studentëve për të shpërndar kopje? Është krim në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit. Po kjo është vërtet një deklaratë shumë e rëndë nga ana juaj. Se unë mendova që ishte thjesht siç e kanë papjekuria e studentëve për të kopjuar, për të nxjerrë testet. Jo. Unë i them gjëra troç, se kështu i kam thënë në një televizion e tani para jush edhe kështu njerëzit thonë ha mos e ne jemi më guximtar, po unë s'dua të hyj kësaj pune. Po çdo thot ajo që thot ju. Krim në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit. Unë kam thënë është krim në Arsimit. bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit. Ju a shpjegoj unë. Okej. Ka një ne në kushtetut, ne në cilës e mbaj mend, po fjalinë e mbaj mend. Përmendesh, që thot, garantohet me ligj, garantohet, më ndiqni me mendje, me ligj e drejta e konkurimit, konkurimi i drejt mes qytetarëve. E ke garantuar ti në këtë rast? A është krim kushtetues ky? Fakti që ju përfitoni dhe unë jo? Fakti që unë shkoj atje në mënyrë të ndeshme dhe ju shkoni me 2 celular? Fakti që u kopjua, sepse që kopjohet ne këtë e dim, se na dalin rezultatet pastaj. Dhe ne kemi vjet ne kishim 289 maturant, diferenca e notave ishte +5, pra na 5 kishin marrë 10. Si nuk e cënoka kjo? Pra një shkollë e tërë, me gati 290 maturant, që 290 maturant, po t'i kthejmë neve në po themi në 30 veta klasa, i bie 6 klasa, pra një shkollë